Nëse fëmia qanë pa pushim, besoj të gjithë jemi gjendur në një moment apo në një tjetër përballë frazës jepi telefonin se na çmendi. Dhe kështu fillon raporti me teknologjinë, edhe pse është i pashmangshëm në epokën ku ne jetojmë. Po si ndikon kjo në formësimin e sjelljeve të një individi i cili sot është fëmijë, por nesër do të jetë një qytetar i botës dhe do duhet të jetë një profesionist, të jetë një student apo gjithçka tjetër. Si ndikon po ashtu në marrëdhënien me prindrit, a janë më pak të mirë prindrit e sotëm, nuk do doja ta përcaktoja kështu, por po e them në thonjza. Megjithatë do ta diskutojmë me psikologen Anora Kroj. Mirëmëngjes Anora, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se ju gjej. Po e nis nga ajo që e përmenda në fillim, jepi telefonin të pushoj. A është e pashmangshme marrëdhënia me teknologjinë e një fëmie në ditët e sotme përtej çdo këshillë që ne japim, përtej faktit që ne themi deri në 3 vjeç nuk duhet ketë asnjë lloj ekspozimi fëmia përballë ekraneve, qoftë telefonit apo televizorit apo gjithçka tjetër që mund t'i ndikojë jo vetëm sjelljen, por nga ana tjetër edhe shëndetjen. Atëherë teknologjia nuk mund ta trajtojmë si një armik, sepse ajo është diçka shumë aktuale dhe përdorimi i saj është i pashmangshëm. Po kur bëhet fjalë tek fëmijët duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe pikërisht mosha kur ne duhet të fillojmë ta ekspozojmë një fëmijë ndaj teknologjisë duhet të jetë e konsultuar dhe e mirë studiuar përpara se të veprojmë, sepse efektet që ajo lë tek fëmia janë të pachbëshme, do të thënë janë efekte të cilat ato do të ndikojnë drejt për së drejti, qoftë në mënyrën si do të ndërtojmë raportin me prindrit, me bashkëmoshatarët dhe me të gjitha modelet e mëvonshme që do ta ndikojnë në gjithë zhvillimin dhe në ecurinë e tij. Mund t'ja lëmë fajin teknologjisë për ndryshimet e sjelljeve të fëmijëve? Teknologjia tashmë është mjet komunikimi, është mjet mësimi interaktiv, është një mjet i cili na mundëson njohuri bashkëkohore dhe përqimin e njohurive midis njëri tjetrit. Por, padyshim që teknologjia ka efekte dhe të gjitha pasojat negative të cilat ajo jep tek fëmijët janë të studiuar dhe shumë studiues i japin theks mënyrën se si fëmia modelon sjelljet. Tashmë nuk modelojnë vetëm nëpërmjet raporteve prindërore brenda familjes ose më mbrapa në shkollë dhe në gjithë institucionet e edukimit, por tashmë janë modele që krijohen nga teknologjia. Kemi dhe një faktor të jashtëm, ka edhe fëmijë që rriten me figura të rrjeteve sociale, me personazhe të YouTube-it të cilat i shohin në çdo moment të ditës dhe marrin padyshim edhe sjelljet e tyre. Po, i brendësojnë. Fëmijët sot po flasin anglisht, Anora, mos ta harrojmë, përpara gjuhës shqipe. Shiko, të folurit anglisht të mësuarit e gjuhëve të huaja nëpërmjet teknologjisë, edhe kjo mund të jetë një aspekt pozitiv, por ka disa këndvështrime në lidhje me këtë, sepse është i mësuar vërtet interaktiv që ti kupton dhe logjikon atë çfarë flet dhe mëson, apo është një i mësuar robotik dhe i pa mësuar realisht atë çfarë përçon fjala dhe ajo çfarë fëmia brendëson. Pra, duhet të kuptojmë vërtet sjelljen e fëmijës. Nuk mund të flasim nga perspektiva të ndryshme, normalisht si prindi, si mësuesi, si këtë gjithë kujdestarët kanë qasjet e tyre në mënyrën si prindërojnë dhe strategjitë e tyre. Por ne, si profesionalisht, duhet të jemi të konkretizuar në efektet reale që teknologjia sjell. Dhe padyshim që sjelljet e fëmijëve tashmë dhe mënyra se si ndërtojnë raportet me prindrit, se si bashkëpunojnë, komunikojnë, të çojnë informacionin midis njëri tjetrit, ka hyrë në rol dhe në mes teknologjia. Teknologjia ka ndryshuar komplet mënyrën se si ndoshta modeli i prindërve funksionon, mënyra se si ndërmarrin çdo veprim, mënyra se si do të zgjedhin pastaj të realizojnë çdo lloj marrëdhënie me bashkëmoshatarët e tyre. Është bërë shumë e rëndësishme dhe shumë domethënëse në jetët e të rinjve dhe të fëmijëve. Do të ndalesha në një raport, në një dy luftim mes brezave të prindërve. Pra, prindrit e brezit tim, po themi, lavdërohen për prindërim më të mirë, ndërkohë që i vendosin në dyshim mënyrën se si prindërojnë ky brez sot. Mund ta bëjmë këtë, a është e sigurt ta bëjmë, a është e shëndetshme ta bëjmë? Gjithmonë krahasimi nuk është i shëndetshëm, edhe krijon lëndime ose pakënaqësi ose konflikte midis këtyre brezave. Po në një farë mënyrë ata i referohen edhe faktit që dikur fëmijët ishin më të përgjegjshëm, autoriteti i prindit ishte autoritet, pra fjala e prindit nuk bëhej dysh, kurse sot
deri diku ka ndryshuar kjo marrëdhënie. Pra, me këtë e justifikojnë në bazën e kësaj. Për të gjykuar shumë e lehtë, edhe prindrit mund ta gjyshit në këtë rast mund ta kenë shumë të lehtë për të gjykuar fëmijët e tyre në mënyrën se prindërojnë. Por unë do t'i më shohja shumë rëndësishme si ta lehtësojnë prindërimin tek fëmijët e tyre, të qasen pozitivisht, ashtu siç duam që prindrit të qasen pozitivisht dhe të kenë një komunikim, të kenë empati dhe ndjeshmëri ndaj fëmijëve të tyre. Të njëjtën gjë ndoshta do ishte mirë që dhe gjyshit ta kenë këtë mbështetje dhe suport ndaj prindërve. Padyshim, ne kemi jetuar në kohëra kur teknologjia kur ishim fëmijë, siç e the brezi jonë juaj, ka qenë i pa ekspozuar me teknologjinë. Nuk e dim se si mund të silleshin prindrit tanë se ne do ta kishim teknologjinë, edhe do ta kishim këtë akses për ta përdorur. Edhe nuk kemi se si të krahasojmë dy kohëra në kontekste shumë të ndryshme. Dhe doja të theksoja rëndësinë, do ta shpjegoja nëpërmjet dy qasjeve. Është qasja e Freudit, që është psikoanalist. Dhe i jep shumë rëndësi zhvillimit të personalitetit në 3 struktura të individit. Është struktura e idit, që fëmia e ka komponentin e tij kryesor. Fëmia kënaqet, mëson nëpërmjet asaj çfarë do, çfarë dëshiron dhe nuk e ka kontrollin ose atë të mësuarin çfarë duhet të jetë dhe si duhet të funksionojë. Gjë që këtë ja mëson familja. Mënyra se si zgjedh prindrit dhe familja për të kuptuar fëmia normat familjare, sociale, shoqërore, është ndryshme, por aman këshillohet që prindi të jetë në një komunikim të vazhdueshëm me fëmijën, të ndaj kohë me të jetë produktiv, të kuptoj fëmijën dhe ta dëgjoj atë. Pastaj është dhe struktura tjetër e superegos, që është strukturë e cila zhvillohet disi më mbrapa, por aman janë strukturat të cilat nuk janë të vendosura në zhvillimin e fëmijës. Dhe çfarë ndodh? Fëmia emocionalisht i ndodh kjo gjë, kjo mosbindja, agresiviteti në momentin kur prindi tenton të vendosi rregulla dhe të mos kompromentohet për të mos gjejë një zgjidhje, si të themi, të shëndetshme, dhe ndonjëherë të bëhet pak, siç e thatë edhe juve, pak autoritar. Dhe të tregoj që unë jam prindi. Dhe kështu tregon që unë jam prindi, por mënyra se si zgjedh ta tregoj këtë dhe ndonjëherë me dashurinë e tepruar, e ndonjëherë me rregulla shumë strikte dhe shumë rigjide, të cilat nuk janë ndonjëherë të pathyeshme. Fëmia mund të lëndohet dhe mund të kuptojë dhe të ndoshta të ndjejë që nuk është i konsideruar në familjen e tij, nuk respektohet, nuk kuptohet. Dhe kjo është e dhimbshme për një fëmijë. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm në mënyrën se si prindrit prindërojnë. Ndërsa nga një qasje tjetër do ta shikoni nga qasja e të mësuarit social, sepse ne si qenie njerëzore, Albert Bandura është një psikolog i mirënjohur i cili i jep rëndësi qasjes kognitive behaviorale, që ne mësojmë nëpërmjet të tjerëve, nëpërmjet modelimit të sjelljes. Modelimin e sjelljes një fëmijë në fillim e gjen në familje, e gjen në shoqëri, e gjen tek mësuesi, tek edukatori kur është në periudhën e edukimit parashkollor dhe ajo çfarë fëmia shikon, ajo çfarë fëmia dëgjon, modelon sjellje. Dhe sjellja, Bandura shpjegon që nëse një fëmijë sillet në mënyrë agresive, të pabindur, të pamenaxhueshme, ai diku e ka parë këtë sjellje, dhe me shumë gjasa e ka parë midis prindërve, e ka parë në familje. Patjetër, nga diku e ka marrë atë shembull dhe prandaj këshillohet që prindrit të kenë një mënyrë komunikimi midis tyre së pari, shumë e rëndësishme midis prindërve, e më pas prindrit me fëmijët, komunikim shumë të mirë, shumë të sinqert, kufin të jenë të qartë, por aman të jenë ndonjëherë kufin që të jenë të diskutueshëm. Vendosa e kufive duket praktikisht një detyrë goxha e vështirë, Anora. Si ta bëjmë praktikisht, do doja ta thonim këtë. Pra, cilat janë rregullat dhe mënyra e duhur për t'ia komunikuar fëmijës që deri këtu arrim, ka kufi më tej? Padyshim është shumë e rëndësishme karakteristikat individuale të fëmijës, sepse prindrit ndonjëherë shikoj çfarë ndodh. Janë sjellë në një mënyrë të caktuar me një fëmijën e parë ose me me fëmijët e tjerë dhe kërkojnë që të njëjtën model ta atashojnë dhe tek fëmia tjetër. Por çfarë ndodh? Mund të ketë tipare të ndryshme. Nuk mund ta pranojë atë sjellje. Rebelohet, mërzitet, mund të çojë zëri, mund të bëjë debate të cilat prindi nuk është ballafaquar dhe ndihet i çuditur me fëmijën e tij.
sepse ndoshta nuk I ka kushtuar atë rëndësinë e duhur dhe përpara është nxituar përpara se të ndërtoj këto kufin që ndonjëherë vërtet janë të shëndetshëm, sepse kufit e kuadratojnë sjelljen e fëmijëve, sepse dhe ata e kanë shumë të nevojshme vendosjen e kufinjve, sepse po të ishin pa ato do të rendin drejt sjelljeve të cilat ndonjëherë mund të sjellin edhe dëme të caktuara. Do të bëj një pyetje fare të thjeshtë. Shohim gjithmonë më shumë tendencën, mbase është faktori që ndikon prej brezave, fakti që nënat apo baballarët ditët e sotme duan të ndihen gjithmonë të rinj, nuk duan ta marrin përsipër atë detyrën e të qenit prind dhe le themi ja lejojnë fëmijës që t'i thë rastin e emër. Kjo është një gjë fare e thjeshtë që mbase dikujt mund edhe të mos I bëj fare përshtypje. Po a është normale që fëmia të drejtohet në emër edhe në një moshë të vogël? Shiko, ka të bëjë shumë qëllimi. Ajo që nisët ju. Kur prindi ja detyron fëmijës këtë, sepse ndjen që po t'i thë rastin e emër do ndihet më I madh, ndoshta nuk e ka marrë atë përgjegjësinë që duhet ta veshi si prind, edhe kështu e ç'bën në një mënyrë jo të shëndetshme, sepse kur ti e detyron fëmijën të thë rastin e emër dhe mos ta lejosh të artikuloj fjalën e mrekullueshme të qoftë të prindrit baba dhe të prindrit nën, që janë fjalë të bekuara dhe çdo fëmijë duhet t'i ketë të drejtën, pastaj nëse nuk e do fëmia ose e dëshiron të artikuloj me emër, sepse fëmia ndoshta tenton një herë të thrasi të drejtohet si nën, pastaj si në emër, ose ta ledatoj me një emër të ndërmjetëm. Kjo është zgjedhja e fëmijës. Kur është zgjedhja e fëmijës, e bëra këtë pyetje sepse në një farë mënyrë duket sikur kur I drejtohesh prindit në emër, paktën unë kështu e perceptoj, ti e ke humbur figurën e prind në atë moment. Pra, ai të duket një njeri I zakonshëm si ata që do të njohësh edhe në jetën e mëvonshme, si një fëmijë tjetër në kopësht, si edukatorja, apo edhe gjithçka tjetër, dhe nuk I drejtohesh prindit me mami ose babi, por I drejtohesh me emër. Thonë, kemi që këtu një krisje të marrëdhënies? Nëse kjo është e qëllimshme, sepse kam takuar gjatë përvojës prindër të cilët e kanë zgjedhur në mënyrë strategjike që fëmijës mos t'i lejojnë, ta detyrojnë në një farë mënyre. Kjo normalisht është një detyrimi që nuk është kaq direkte dhe ndodh në mënyrë graduale dhe fëmia mësohet I drejtohet me emër prindrit. Sepse ka prindër që besojnë që kështu ai nuk do të mësohet me rregullin, sepse ka prindër që funksionojnë mirë, kanë rregullat e qarta, kanë mënyrën se si I ndërmarrin veprimet, kanë bashkëpunim dhe bashkëveprim, por aman nuk duan që këtë t'ia veshin figurës prindërore në mënyrë autoritare. Është një individ, është një I rritur që ka zgjedhur në këtë mënyrë për të prindëruar, por jo në bazë të respektit dhe duke lënë pak më mbrapa pjesën e modelit prindëror. Por modeli natyrisht është aty dhe ashtu funksionon çdo familje, me të zgjedhin atë modelin që u përshtatet. Ndonjëherë unë I mësoj faktit se si kjo zgjidhje të bëhet nga prindit. Kur prindi ka një shpjegim dhe bazë logjike dhe të mirë kuptueshme dhe është e shëndetshme kjo që bëhet, është në rregull, është mirë, por në momentin kur kthehet në detyrim, kur prindi ka komplekse të pazgjedhura me veten që nuk besoj që janë të mirë kuptueshme edhe nga fëmia, kur ai detyrohet në mënyrë të pashëndetshme për diçka që e ka, si thua, është humane, është njerëzore, që të gjithë njerëzit duhet ta përjetojnë ndjesinë të paturit nënën dhe babain dhe për të thirrur ashtu siç në mënyrë instiktive e ndjen, sepse fëmia është shumë instiktiv, është shumë natyral. I bën sjelljet sepse dëshiron t'i bëjë dhe sa më shumë rritet, aq më shumë ndikohet nga mjedisi dhe pastaj hyn në punë edhe mënyra se si modelohet sjellja. Një pyetje të fundit, po shumë shkurtimisht Enore, sepse jemi në limitet e kohës. Si mund të trajtohet kjo ndjenja e pabindjes e cila duket, të paktën nga biseda që ne bëm, nuk është përgjegjësi e fëmijës fare, sepse fëmia është duke u formuar dhe merr modelet e jashtme dhe I përvetson, por pa përdorur metoda ndëshkimore, por duke bërë një bisedë dhe duke ndërtuar një urë komunikimi të shëndetshme. Dhe gjithmonë kur flasim për biseda mes prindit dhe fëmijës, pavarësisht që mund të tingëlloj si njeriu më I afërt dhe një marrëdhënie shumë e natyrshme, shumë e vështirë t'i flasësh fëmijës, kështu që mbase për ta çuar një bisedë deri në fund është e thjeshtë, sepse merr gjatë rrugës formën e duhur, po për ta nisur, si ta nisim? Ta nisim e para me dashuri.
sepse gjithçka fillon nga dashuria, e sidomos kur bëhet fjalë për raportin prindi-fëmijë, aty është gjithë burimi i dashurisë. Edhe kjo nuk duhet të përfundojë asnjëherë, po duhet të ushqyer, duhet të kujdesur që kjo dashuri të rritet. E kur fëmia fillon të rritet, ne duhet të dimë se si dashurinë e prindit të kornizohet në një mënyrë të tillë që të japi edhe shembullin e mirë, edhe komunikimin e hapur, edhe mënyra se si ne vendosim prindi vendos të marrë një vendim, ta pyesin fëmijën. Duhet konsideruar fëmia është vërtet fëmijë, por ka autoritetin dhe në kuptimin që ka zhvillimin e tij personal që duhet të lejohet të zgjedhë, duke pasur mbështetjen dhe normalisht rregullat që prindi vendos. Por mos të merret e mirëqenë që çdo gjë që prindi dëshiron, qoftë në edukim, qoftë në sjellje, qoftë në mënyrën se si mendon, duhet të brendësohet dhe tërësisht fëmia duhet të jetë dakord. Prandaj është një fëmijë, prandaj është dikush tjetër, që ti duhet gjithmonë të jesh pranë tij si i rritur, si prind, për ta menaxhuar, për ta dëgjuar, për ta mirëkuptuar, është shumë e rëndësishme ta mirëkuptoni fëmijën tuaj dhe t'i lejoni që ai të jetë autentik, të jetë ai që është, sepse në fund të fundit kështu do rritet me atë ndjenjën e dashurisë për veten dhe për prindin. Dhe çdo dashuri fillon nga dashuria për veten. Anora, të falenderoj që ishe me mua në start.